Mbani llumin e kafes në shtëpi dhe e përdorni në këtë mënyrë. Nuk do vuani kurrë nga këto 3 probleme. Kafeja është një pije nga më të konsumuarat në botë sipas statistikave më të fundit. Njerëzit zakonisht llumin e saj e hedhin, por pasi të dëgjoni këtë video, mund ta mendoni edhe një herë përpara se ta hidhni. Llumi i kafes ka shumë përdorime praktike si në shtëpi ashtu dhe në kopësht, madje mund t'ju ndihmojë edhe në shëndetin tuaj të lëkurës. Në këtë video, sipas Brightside, do të listojmë disa nga përdorimet më kreative që do të bëni me llumin e kafes. Mund ta përdorni për plerimin e kopshtit tuaj. Ata që kanë në kopësht, por edhe ata që kanë në balkonin e tyre vazo me lule, e dini që pleu jo gjithmonë është i pasur me vlerat e nevojshme. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Për më tepër bimët që ju keni mbjell, i thithin të gjitha këto vlera duke lënë pleun të zbrazët. Llumi i kafes përmban disa prej mineraleve kryesore që ndihmojnë në rritjen e bimëve, siç janë nitrogjen, kalcium, kalium, hekur, fosfor dhe magnez. Gjithashtu llumi i kafes thith dhe metalet e dëmshme që mund të kontaminojnë plehun. Por më tepër llumi i kafes tërheq edhe krimbat e tokës, të cilat janë shumë të nevojshme për ajrosjen e kopshtit tuaj. Nëse nuk dini si ta përdorni, është shumë e thjeshtë. Mjafton vetëm të spërkasni pleun me llumin e kafes. Llumi i kafes përdoret për të larguar insektet. Disa përbërës që gjenden në kafe si kafeina mund të jenë shumë toksike për insektet. Për këtë arsye ju mund të përdorni llumin e kafes për të larguar insektet e bezdishme siç janë mushkonjat ose mizat. Këshillohet të spërkasni oborin tuaj me këtë përbërje ose të lini disa enë të mbushura me llumin e kafes në dritare. Nëse doni të mbani kërmi të larg bimëve tuaja, sugjerohet të spërkasni me kërcellin e tyre dhe ta lini edhe në përdek. Neutralizon aromat e këqija. Arrin të neutralizojë aromat e ndryshme duke ju mundësuar që të mos ju mpihen shqicat e nuhatjes. Këtë rol llumi i kafes e realizon përmes nitrogjenit, i cili është një element që eliminon aromat e forta. Ju mund të vendosni një gotë me llumin e kafes në frigoriferin tuaj për ta pastruar nga aromat e ushqimeve të ndryshme. Gjithashtu mund të mbushni një çorape me llumin e kafes pasi e keni tharë dhe ta vendosni në këpucë, në çantën e palestrës, në dollapin ku keni rroba ose në makinë. Madje edhe mund të lani duart me të pasi keni qëruar hudhër, qep ose peshk për të larguar aromën. Një përbërje natyrale mund të përdoret edhe për pastrim. Llumi i kafes, duke qenë i ashpër, ndihmon në pastrimin e sipërfaqeve të ndryshme, përveç se pastron ato dhe disinfekton në saj të vlerave antibakteriale që ka. Sugjeron se ju mund të përdorni llumin e kafes për të pastruar lavamanin, sobën, madje edhe enët e gatimit, por sigurohuni që t'i shplani ato me ujë të bollshëm pasi e keni përdorur. Llumi i kafes trajton rrahët e errët poshtë syve. Lëkura afër syve është vendi i parë ku shfaqen edhe shenjat e para të plakjes. Shumë faktorë ndikojnë në formimin e rrahëve të zinj edhe të fytyrës poshtë syve, përfshirë edhe qarkullimin e pamjaftueshëm të gjakut. Llumi i kafes është një zgjidhje premtuese pasi është i pasur me antioksidant dhe kafein. Ajo mundëson një ulje të inflamacionit dhe entjes. Përbërësit antioksidues luftojnë radikale të lira dhe parandalojnë krijimin e rrullave. Mjafton vetëm të shtoni pak vaj ulliri në llumin e kafes duke formuar një pastë. E aplikoni në zonën poshtë syve dhe e lini për 10 minuta përpara se ta shplani. Mund ta përsërisni këtë procedurë çdo ditë dhe rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet fantastike. Llumi i kafes mund të përdoren në forma dhe mënyra të ndryshme. Gjithashtu, nëse jeni adhurues të kafes, mos e hidhni llumin pasi të keni konsumuar kafe. Llumi, përveç leximit të ardhmes në filxhan në disa raste, ka edhe përdorime të tjera të dobishme. Ai shërben gjithashtu edhe si një peeling i shkëlqyer. Dihet që llumi i kafes është i mirë për lëkurën tuaj. Thjesht përzjeni me pak vaj ulliri ose vaj portokalli dhe para çdo dushi aplikoni atë në lëkurë. Përveç se ndihmon lëkurën e yndyrshme dhe qarkullimin e gjakut, do të aktivizohet. Gjithashtu ai mund të largojë aromat e këqija. Vendosni një lugë çaji me llumë kafeje të tharë në një qese. Vendoseni mbi rrobat e paloshura ose në dollapin në të cilën mbani rrobat e dimrit. Do të shmang erën e keqe që krijohet brenda dollapit.
Ajo mund të përdoret gjithashtu edhe për kujdesjen e lëkurës. Llumi i kafes është i pasur me substanca ushqyese për të cilat bimët kanë nevojë për më shumë. Konservoni llumin e kafes për ta shtuar në trëndafila, lule ose edhe në të gjitha bimët e gjelbra që keni në ambientet tuaja. Kështu përfitimet që do të merrni prej tyre do të jenë të veçanta edhe në dietën tuaj të përgjithshme. Llumi i kafes mund të përdoret në forma dhe mënyra të ndryshme. Vlerat që do t'i japin shëndetit tuaj do ta bëjnë atë një zgjidhje mjaft të mirë edhe për ndriçimin e lëkurës. Kafeja është provuar se është një ilaç për lëkurën e dëmtuar. Maska, mbetjet e kafes, pak ujë dhe krip. E aplikoni këtë pastë të preferuar në lëkurën tuaj për të ndihmuar në heqjen e lëkurave të vdekura, pastrimin e poreve dhe zbutjen e vijave dhe rrullave. Llumi i kafes mund të përdoret gjithashtu si një trajtues kundër problemeve të celulitit. Kafeina në kafe ndihmon qarkullimin e gjakut dhe eliminon ujin e tepërt nga lëkura. Për të përgatitur maskën, përzieni gjysmë filxhan mbetje kafeje, një lugë gjethe verë dhe disa pika ekstrakt xhenxhefili dhe ekstraktin e algave të detit. Ajo që duhet të bëni është thjesht të fërkoni lëkurën me këtë maskë. Përmirëson tonalitetin e ngjyrës së flokut. Thjesht përzieni kafen me ujë për të formuar një pastë. Aplikoni drejt për së drejti në flokë të sapolar dhe në shampo për flokët të lyer me ngjyrë të errët dhe shkëlqim sikur më parë. Trajton qeskat në sy. Vendosni në sy me ndihmën e një nape të pastër mbetjet e kafes dhe mbajini për pak minuta. Përsëriteni këtë veprim çdo ditë dhe lëkura juaj do të rikthejë gjallërinë. Përdoret gjithashtu edhe për hidratimin e lëkurës. Shumë njerëz e kanë në lëkurën të thatë sado krem hidratues që të përdorin. Për të patur lëkurë të butë dhe një element të mirë, mund të përdorni këtë maskë. Ju duhet një filxhan vaj kokosi, një filxhan lum kafeje dhe një lugë çaji ekstrakt vanilje. I përzieni të gjitha së bashku në formën e maskës dhe aplikoni atë në fytyrën tuaj. Kështu do të merrni përfitimet më të mira të saj. Për të gjitha ata që e konsumojnë kafen, ka disa këshilla se si mund të përdorni llumin e saj, sidomos edhe duke ofruar shumë vlera. Ka shumë përdorime të cilat ndoshta nuk i keni ditur më parë rreth llumit të kafes. Duke filluar nga përdorimi simple, maska për flokët, përdorimi në pastrim dhe shumë përdorime të tjera, të cilat do t'i mësoni në këtë video. Mund të përdoret gjithashtu si një freskues ambienti. Lereni llumin e kafes në një enë dhe vendosini në pjesën e banesës në të cilën dëshironi të eliminoni aromat e pakëndshme dhe të keni rezultate të mrekullueshme. Atë mund ta përdorni gjithashtu si një mjet pastrimi. Nëse enët ju janë bërë shumë të palara, llumin e kafes do ju zgjidh këtë problem. Fërkojeni në enën në të cilat dëshironi të pastroni, por kujdes që të mos e thithin ngjyrën. Gjithashtu nëse dëshironi që mobiljet e drurit të bëjnë shkëlqimin e tyre, përdorni llumin me ujë, lyeni mobiljet dhe e lini të veprojë në çast, pastaj fshini me një leckë të pastër. Llumin e kafes mund ta përdorni gjithashtu edhe si maska për flokët. Fërkojeni llumin në flokë përpara se të bëni edhe një larje me shampo për të qëndruar edhe më efikase. Femrat që kanë në flokë bjonde, këtë maskë nuk do të duhet ta bëjnë, mirë po, ato që kanë në flokë gështenj, pas trajtimit do të kenë edhe një shkëlqim më të madh. Llumi i kafes mund të përdoret gjithashtu si një trajtues efektiv edhe për problemet tuaja të lëkurës. Përzieni llumin e kafes me mjaltë dhe bëni një trajtues lëkure i cili mund të përdoret për trupin, fytyrën, edhe për të gjithë lëkurën dhe gjithashtu do t'i jap shkëlqimin e munguar. Gjithashtu, llumi i kafes është i shkëlqyer edhe kundër problemeve të celulitit. Llumin e kafes mund ta përdorni si mbrojtës kundër pickimit të insekteve. Fërkojeni llumin e kafes në vendet të cilat dëshironi të mbroheni nga insektet, sepse aroma e fortë e kafes e largon atë. Llumin e kafes mund ta përdorni gjithashtu në formën e plehut. Llumi i kafes i përzgjer me ujë është i shkëlqyer për ushqimin e bimëve her pas here. Gjithashtu ajo do të ofrojë edhe një mbrojtje më të mirë në shëndetin e lëkurës. Gjithashtu mund ta përdorni llumin e kafes duke hedhur në uxhakun tuaj për të evituar përhapjen e hirit në të gjitha ambientet e shtëpisë. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme,
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.